është Winnie Harlow, model e Victoria's Secrets, por ishte edhe Michael Jackson që kemi dëgjuar që ka pasur. Ai në fakt e ka patur kompleks, ai prandaj bënte ndërhyrjet, transplantonte lëkurë për të bërë babë si pjesa tjetër. Ndërsa modelja nuk e ka patur kompleks, ajo ka bërë një revolucion për të gjithë pacientët që vuajnë me vitiligo në fakt, dhe nëse përpara kjo sëmundje merrej si shumë e bezdisshme ose e pak kështu me një lloj kompleksi pikërisht, sepse varet se si duket lëkura në momente të ndryshme ose në persona të ndryshëm, varet edhe nga gjendja social, ekonomike e personit, ndërsa kjo modeli ka bërë një revolucion në fakt. Dhe ne, sidomos kur e kemi në fëmijë ose në mosha të reja, unë për shembull kam disa vajza të reja që i trajtoj dhe gjithmonë ja u sjell si shembull dhe i them ti me këtë sëmundje mund bësh dhe famshme dhe i jep një lloj alegrie ose një lloj këndvështrimi tjetër këndvështrimi po dhe vetbesimi personit për të kuptuar që kjo sëmundje nuk ka asnjë gjë të keqe, është si çdo sëmundje tjetër, por për fat të mirë kjo nuk ka dëmtime të tjera në organizëm, shfaqet vetëm në lëkurë dhe ajo që ka qenë shumë e mençur, po ndoshta edhe fati i atyre që e kanë këtë sëmundje, ka bërë një revolucion të tillë për mos u ndier keq me sëmundjen, por për të qenë edhe një person frymëzim për të tjerët. Fati i asaj në fakt ka qenë që e ka në një mënyrë jashtëzakonisht simetrike dhe të bukur, por sëmundja bëhet e bukur kur njeriu ose çdo gjë bëhet e bukur kur ti di ta paraqesesh tek të tjerët. Dhe kjo vajzë, por edhe ata që e kanë promovuar pastaj si modele shumë të famshme edhe me trupin dhe me jeshjen e saj, ka bërë një gjë shumë të mirë edhe për personat e tjerë që e vuajnë ndoshta.